Turizmi vijon të jetë një nga sektorët më të suksesshëm të ekonomisë shqiptare. Vetëm në muajin tetor 2025, Shqipëria ka pritur mbi 908.000 vizitorë të huaj, duke shënuar një rritje prej 19.3% krahasuar me tetorin e vitit të kaluar. Sipas të dhënave zyrtare të Instat, në total janë regjistruar mbi 1.5 milion hyrje, përfshirë dhe shtetas shqiptar në të gjitha pikat kufitare të vendit. 95% e vizitorëve të huaj vijnë nga Europa, me Evropën jugore që përfaqëson 73% të tyre, ndërsa Evropa perëndimore 12%. Turistët tërhiqen nga plazhet e paprekura, qytetet historike, mikpritja dhe kuzhina tradicionale shqiptare. Qëllimi kryesor i vizitave ka qenë turizmi dhe vizitat personale, me 98% të hyrjeve të dedikuara këtij qëllimi, një rritje prej 19.7% në krahasim me vitin e kaluar. Po ashtu dhe vizitat për arsye profesionale janë rritur me 3.8%. Në total, për 10 muajt e parë të vitit 2025, Shqipëria ka mikpritur mbi 11.1 milion turist, një tjetër rekord që tregon se vendi po konsolidohet si një destinacion gjithnjë e më i preferuar në rajon dhe më gjerë.